Sot do shkojmë të shikojmë bebin dhe do marr mamin me vete. Pra, nëna do shikojmë nipin për herë të parë, edhe mezi po më pritet, është shumë herët, prandaj edhe nuk kisha dhe nerva që të flisja në mëngjes. Do shikoj bebin e vogël, edhe le të nisemi shpejt, se rrugën e kemi të gjatë. Shikoni, jemi nisur shumë herët që në orën 5:30 të mëngjesit. Edhe arritëm në Tiranë për rreth orës 8, për 2 orë e gjysmë. Nuk jetojmë më në Tiranë. Do me thënë, nga 1 orë jemi në Tiranë, 2 orë kemi në trafik ose 2 orë e gjysmë. Ua. Qa do t'i japim qonit për të ngrënë? Grek me gjizë. Edhe ta. Sapo arritëm tek spitali. E shikoj spitalin që këtu Amerikan të rëtë, me dorën. Dhe do shkojmë direkt aty. Nuk e di se si kam jetuar në Tiranë gjithë ato vite. Kaq rëmuj, kaq zhurmë. Nuk e di. Jam shumë e lumtur që nuk jetoj më këtu. Si je kurioze për bebin? Po apo jo? Pak. E di po prit ta shikoj. Po presim radhën, është vetëm një çift para nesh, shpresoj mos të zgjati shumë, dhe pastaj jemi ne. Do jem... është hera e parë që mami është hera e parë për ty që shikon një eko, apo jo, një eko bebi. Po, shikon ekon e një jo, bebit tënë, se nuk e kam thënë që e kam qënë. është hera e parë që shikon ekon e bebit tim. Po, për do t'ja dëgjojmë edhe rajet e zemrës. Po, me zipres. Po, edhe unë me zipres. Në fakt ka disa kohë që nuk... Sa hera e parë që e kam parë ka qenë para 2 apo 3 javësh, kështu që edhe për mua është një kontroll, duke qenë se nuk më pritet kaq gjatë derisa të shkojmë te takimi radhë, kështu që le ta shikojmë sot. Pa qka se për bebin është pak shqetësuese fakti që ja bën ka shpesh eko, se tek ai shkojnë valët, bëhet aty shumë zhurmë, po për prindin është pak shumë e bukur, kështu që do jem pak egoiste sot. Pa. Fillojmë. Emocione. Mami ke zemra. Gjinia, për ju. Ka ndonjë tregus ose nuk e shikojmë ne që nuk dim? Okej. Si kuptohet edhe për ju edhe të ne? Jo, unë e kuptova me XY. E, nuk shkruan XY. Okej. Qa tjetër, problem. Sa bukur. Mami e dallon dot? S'po dallo ju në ja profili. Unë është ka këtë kordonin që i rrit para fytyrës. Dhe na i prish sekcion. Po, me sy të hapura apo së shqyrja? Okej. O, buzëkat. Buzët, syri tjetër, maja e hundës,
Sa po përfundua. Jam shumë e lumtur, shikojni fytyrën time. Mami ja dëgjovi rrahjes bebit. Shumë mirë, jam shumë e kënaqur. U emocionova shumë. Për qartë. Po. E peja, do të shkën si që ka. E më dhe dorë një këtë në dorë. Po, edhe lëviste shumë. Edhe doktori tha është shumë aktiv. Edhe nuk e di si ta falenderoj Albanën, e cila punon këtu. Do ulem një moment të shkruaj për atë, sepse vërtet që mas bukuroj ditën sot. Do ju flas pak më gjatë për ndjesit kur t'jemi në makinë. Shikoni sa mirë na e ka përgatitur Ilda, darkën, salat, pilaf, salat greke dhe tava. Edhe kos, edhe çaj, çdo gjë. Na bëftë të mirë. Edhe salep. Edhe salep. Si të duk, baby? Shumë i mirë. Shumë i mirë. Sa të pëlqeu më shumë? Të tyra, pa shitje. E pe pak? Baby ishte një mrekulli e vërtet. Si u ndjeve ti? Unë ndiva shumë e lumtur, si u e kishe në kratë e mi, si u i dëgjoja zërin, traurat e zemrës, të gjitha. Ishte një mrekulli. Baby vok. Shikova me shumë të gjitha pjesët e trupit, që ishin shumë në rregull. Dhe bebim do dali Perfekt. perfekt dhe Më i mirë. me i mirë i botës. Unë tani që po e përfundoj videon jam të shtëpia ime, sepse nuk e di, e humbja momentin për të xhiruar kur isha në shtëpi, se kishte aq shumë njerëz në shtëpi, ishte mami tërkos, ha këtë. Kështu që po e bëjmë mbylljen tani, ishte vërtet një moment shumë special për mua. Edhe për këtë gjë dua të falenderoj patjetër Albanën, e cila punon në Spitalin Amerikan 3. Edhe ajo më shkruajti në Instagram, ma mbolli kështu si ide, se nuk më kishte shkuar mendje, pa çka se ishte ide shumë e bukur që nëse do të duhet diçka, më thuaj se unë punoj tek stacioni ginekologjik. Edhe më shkovi mendja, thashun, sepse mamit për shumë kur i tregoja fotot, se në kohën e atyre nuk ka pasur grafi. Edhe thoshte, ua, po si shikohet, ua, po si bëhet, dhe thash, sikur të kisha një moment vetë me mamin tim, dhe duke qenë se unë kisha disa punë në Tiranë, thash, pse jo? Edhe ishte me vërtet një ndjenjë shumë e bukur. Në familje tona, ne shqiptarë, në fakt nuk flasim shumë për ndjenja. Nuk kemi mësuar të shprehim ndjenjat tona, edhe kur e shikoja anë të fytyrën e mamit që më shikonte mua, shikonte bebin dhe thoshte, sikur e ndjeva, sikur ja dëgjova zemrën, ishte shumë e bukur. Ishte për mua një moment shumë kyç në këtë shtatzani që më ka kënaqur shpirtin. Ishte një ditë e lodhshme sepse Tirana shumë larg, po thash duke qenë se unë kisha punë në Tiranë, mendova që ta bëja edhe këtë takim. Doktori, që nëse Albana ma shikon këtë video mund ta shkruash poshtë, ishte fantastik tek Spitali Amerikan 3. Aq i qetë, e merrte me detaje, siç e pa, domethënë ekoja zgjati mbi 15 minuta që unë nuk e xhirova. Pesha, çdo gjë, edhe merrte me detaje, pyetjet që unë kisha, ti shpjegonte me aq detaje. Jo se këtu në Gjermani nuk jam e kënaqur nga doktoresha ime, jam shumë e kënaqur, por mbas edhe gjua luan atë rolin. Edhe aty çdo gjë ishte në shqip, ishte shumë bukur ta bëja një eko në shqip, që ta shikoja bebin në shqip dhe të më shpjegonte çdo lloj gjëje. Jo po veshka, jo po mëlçia, jo po knej, jo po andej, jo po zemra, jo po më hapi dhe ato 3D që t'ja shikoni një çik fytyrën. Edhe nuk e di, unë isha shumë e lumtur pas atij takimi, patjetër shumë e lumtur që ndava këtë moment me mamin. Ndjenjat e sigurisë që më dha edhe doktori, ishin, domethënë, oh po, që ka shumë i lëvizëm çun i mamit e këtë. Shumë e bukur. Dhe tani që do e xhiroj videon, do e kaloj edhe një herë në për të gjithë sytë e mi edhe në memorien time këtë moment edhe nuk do më hiqet nga mendja. Kështu që ja u sugjeroj shumë, sidomos jo vetëm ju që jetoni jashtë, po merrni një herë prindin. Normalisht kur eko të bëhen pra nga barku, që nuk bëhen më nga poshtë, është mbase turp me mamin ose me babin. Merrni dhe të dy nëse i keni,
që ta përjetojmë bashkë me ju këtë mrekulli kur doktori të vendos gjelin, shikon zemrën, verahjet e zemrës në atë monitorin e madh. Është diçka që është shumë e bukur dhe nuk krahasohet. Patjetër që me burrin është shumë bukur kur Stefani vjen me mua në eko sepse e ndajmë bashkë. Por kur prindi shikon fëmijën e tij që do bëhet prind, besoj që është një emocion i pa krahasueshëm. Kështu që faleminderit edhe një herë Albana, faleminderit Spitalit Amerikan. Kjo video nuk është as e sponsorizuar as diçka. Thjesht unë ndjeva mirë dhe po ndaj me ju eksperiencën time. Edhe falenderoj mamin që ma bëri këtë ditë kaq të bukur edhe që pranoi të vinte me mua. Ciao, shihemi në videon tjetër, shpresoj t'ju pëlqej videoja.